Nesër do të zhvillohet një aksion komunitar për pastrimin në një pjesë të lumit Erenik, me konkretisht të zona e Guskës. Aktiviteti nis në orën 12 dhe synon ngritjen e vetdijes për mbrojtjen e mjedisit dhe pastrimin e hapësirave përgjatë lumit. Sipas organizatorëve, ky aksion pritet të mbledhë vullnetarë të shumtë, të cilët do të angazhohen në pastrimin e mbeturinave dhe përmirësimin e gjendjes së shtratit të lumit. Burim Çari nga shoqata Një Thes me Veti ka dhënë më shumë detaje rreth organizimit të këtij aktiviteti. Ne se jemi për orës 12 jemi në Guskë. Kena me pastrum, janë të mirësoardhën gjithë qytetarët, edhe për një ambient pastërt. Domethënë vetëm duhet me armë o paraqit ose në rrjetet sociale. Sot na kujdesëm për ato mjetet e pastrimit. Me dorëza me kajt, dhe me ushqim edhe me gjitha. Çari gjithashtu ka treguar edhe arsyen pse është përzgjedhur zona Guskës si një nga pikat ku do të përqendrohet aktiviteti. Po është në mes, domethënë për qytetit Gjakovës, është as larga as nga, është si mes i që janë këto pjesë, domethënë Çishmonia më larga, ato deva, ato kështu që kemi gjetë një mes, edhe ka parking edhe ka gjitha, ato do na mi rregullu, se ku do më rregullu diçka s'rregullon krejt, fillon për një pjesës, e ato kena zgjedh. Kështu nuk ka nej, po kemi qenë shumë shpesh aty, edhe po dojmë vazhdu mi pa rezultatin. Ku ta shohim rezultatin, djevullnet më vazhdu tjetë. Kështu që nuk ka nej, nuk është diçka speciale, vetëm është një vend që thjesht ku ka është lumi edhe ku ka hapësi. Në fund, Burim Çari ka përcjellë edhe një mesazh për të gjithë qytetarët, duke i ftuar të bëhen pjesë e aksioneve të tilla dhe të kujdesen më shumë për ambientin. E di që o vikend, e di që o shkoa mi, e di që dojnë me shku në Shqipni me dalë, po belem të pakten i gjysore, një orë, një thes mi mush dikush është një vlerë e madhe. Punën e kena mesazh. Kujtojmë se mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët dhe se vetëm përmes angazhimit të vazhdueshëm të qytetarëve mund të arrihet një ambient më i pastër dhe më i shëndetshëm për të gjithë ne.